Edhe një kërkesë nga Policia e Kosovës për bashkëpunim të qytetarëve për identifikimin e një gruaje u bë këtë javë. Ky institucion po kërkon ndihmë që të gjejnë këtë person që dyshohet të ketë kryer veprën shpërdorim të pasurisë së huaj. E ky nuk është rasti i vetëm i publikimit të fotografive në këtë formë. Sepse bëjnë ekspozimin e personave të dyshuar, tregojnë vetë nga Policia e Kosovës. Policia e Kosovës bën publike kërkesa për bashkëpunim me qytetar me fotografi në platformat e saj, si webfaqe dhe Facebook, vetëm me urdhër të prokurorit, kur këto kërkesa vijnë nga zyrat për informim në DRP, si dhe njësi të nivelit qendror dhe pasi të arrihet qëllimi i publikimit të fotografisë për identifikimin e personit të kërkuar, atëherë bëhet edhe largimi i publikimit nga platformat e Policisë së Kosovës. Por eksperti i sigurisë Bedri Elezi kërkon që institucionet e vendit të kenë kujdes në ekspozimin e personave të dyshuar. Në rastin konkret, sidomos për veprat cilat nuk janë vepra të rënda, kujtoj që duhet ketë një kujdes për t'i ekspozu personat, figurat të cilat janë të dyshuar apo ka një dyshim të bazuar, sepse nëse të njëjtit do të dalin të pafajshëm për pretendimet që ka në rastin konkret policia apo prokuria, atëherë në mënyrë drejt për drejt do të dëmtojnë qytetarët. Kurse nga Agjencia për Informim dhe Privatësi kanë treguar nëse publikimi i këtyre fotografive është shkelje e privatësisë. Policia e Kosovës publikimin e fotografive e bën vetëm pas një kërkese të cilët ja lëshon prokurori i shtetit. Në anën tjetër kemi kodin e procedurës penale e cila autorizon prokurorin e shtetit të i jep urdhër policisë në raste kur nuk mund të identifikohet një person që fotografia të i publikohet me qëllim të identifikimit. Nga kjo agjenci thonë se shpeshherë kanë kërkuar nga policia që pas arritjes së qëllimit të bëhet largimi i fotografive.